Jemi sërish së bashku në këtë pjesë të fundit në studio live, ndërsa vijojmë të qëndrojmë në transmetim të drejt për drejt ora shënon 19 pikërisht për të ndalur në një tjetër diskutim shumë të rëndësishëm, por para se të shkojmë atje, njoh fillimisht shkurtimisht me zhvillimet kryesore deri në orën 19. Zemendës kryeministrja Belinda Balluku akuzohet nga SPAK se ka kontrolluar në çdo hap 2 tenderet për tunelin e Llogaras nga faza përgatitore deri në lidhjen e kontratës me Turqit që u shpallën fitues. Komunikimet me varësinë e saj Erviz Berberi tregojnë se ka qenë ajo që ka orientuar procesin, duke ndryshuar kriteret e më pas duke urdhëruar anulimin, ndërsa në tenderin e dytë ajo bën ndërmjetësen mes Berberit dhe turqëve, të cilët i takon para firmës mbi kontratë. Kreu i delegacionit evropian në Tiranë, Silvio Gonzato, tha sot se Shqipëria ka bërë një përparim të ndjeshëm në rrugën drejt antarësimit në BE. Në krah të kryeministrit Edi Rama, i cili dorëzoi zyrtarisht raport progresin, ai theksoi se urgjenca për kryen e reformave nuk duhet ta dëmtojë cilësinë e tyre, duke i mëshuar nevojës për konsultime të gjera. Afera 507 milion euro detyrime të papaguara nga bizneset deri në vitin 2014 do të fshihen. Projekti i paqes fiskale ka nisur të konsultohet me sipërmarrjen dhe parashikon lehtësim të bizneseve dhe për borxhet e krijuara nga viti 2015 deri në fund të 2024-s, por me kushte. Të vetmet detyrime që nuk do të fshihen janë ato për sigurimet. Ditën e diel 334.000 votues të 5 bashkive janë thirrur të votojnë në zgjedhjet e parakohshme për kryebashkiakët e ri në Vlorë, Berat, Tepelen, Cerrik dhe Mat. Kryekomisioneri Ilirian Celibashi tha se KQZ-ja është gati nga ana teknike për procesin e datës së 9 nëntor. Tre vëllezër nga Librazhdi drejtuan kërcënime në celular një të riu në Tiranë se do ta vrisnin nëse nuk u kthente borxhin prej 30.000 euro që pretendojnë se ai ua kishte marrë në Spanjë. 29 vjeçari pretendon se u ka marrë vëllezërve Cekani vetëm 5.000 euro borxh. Policia e Tiranës po heton burimin e pasurive të tre vëllezërve Cekani nga Librazhdi me precedent të mëparshëm penal.